Në titullin forma që flasin nxënësi i vitit të 4 të shkollës profesionale Arben Bronci në Shkodër, Fatjon Balla hapi ekspozitën me skicat e tij kushtuar të kaluarës historike. Me këtë punim ai theksoi se ekspozita është një ftesë për të reflektuar mbi të kaluarën dhe ruajtjen e identitetit ton. Kam dashur shumë prej temat që na përkasin se thash pak më parë shoqërinë tonë shqiptare, ku na përket familja, kultura, traditat tona që përmendoj që kudo që shkoj s'do t'i harrojmë kurrë ato tradita dhe kultura që kemi, dhe ashtu në fund krejt heroizmat tonë që kanë bërë herojt tonë shqiptarë gjatë viteve për këtë vend kaq të bukur që ne kemi sot. Me styrëm ka bërë përshtypje portreti Gjergj Kastor Skënderbeut, ku për mua është portreti, le të themi, më i fortë mbi styre sepse ka një histori shumë gjatë pas tij. Dhe e dyta Nën Tereza, e vlerësoj si nuk e di, si një mretnesh, një ëngjëll, se ka një mund çdo lloj personit që ka qenë në atë fazën vulnerabel komplet. Edhe ndihem shumë krenar për që Nën Tereza shqiptare i përket vendit tonë. Hapja e kësaj ekspozite është vlerësuar si një eveniment i rëndësishëm nga mësuesit dhe nxënësit e kësaj shkolle, duke treguar se në shkolla profesionale jo vetëm përgatiten specialistë të profesioneve të ndryshme, por krijohen dhe hapësira për talente në fushën e artit. Talenti është i dukshëm, të 10 skicat janë punuar në një formë shumë të rafinuar, detajet janë shumë të shkëlqyera në kuptimin që domethënë pavarësisht se janë grafik bardhë dhe zi, ato ta sjellin pothuajse të gjallë portretin të 10 portrete që janë bërë. Dhe ka qenë shumë kënaqësi për ta suportuar sepse është edhe ekspozita e parë dhe me atë dëshirën që ky të jetë një fillim i mbar për të. Dhe ajo që të bën përshtypje është sepse portretet pothuajse janë të gjalla. Edhe nusja që është mbi kal, mua personalisht më pëlqen Rozafa, e cila përfaqëson baladën e Rozafës. Të gjitha pothuajse japin copa nga historia e popullit shqiptar. Ekspozita me skic kushtuar të kaluarës së hapur në bibliotekën e kësaj shkolle do të qëndrojë hapur për disa ditë, ndërkohë që ftohen dhe nxënës të tjerë të provojnë talentin e tyre në pikturë, duke i siguruar për mbështetje nga drejtoria e shkollës.